Kujdes, këto gabime në dush po dëmtojnë lëkurën tuaj. Janë disa gabime që bëhen gjatë dushit të cilat ndikojnë keq në lëkurën tuaj. Nëse preferojeni të laheni me ujë të nxehtë, e keni gabim që duhet të shmangni atë menjëherë. E dini që uji i nxehtë është shumë i këndshëm, por e than lëkurën tuaj tejmase. Dushet super të nxehta zhveshin lëkurën nga vajrat e tyre natyral e dehidratojnë dhe e thajnë atë më shumë. Një tjetër gabim që bëni është se përdorni sfungjerë të vjetër. Sfungjerët mbledhin më shumë bakterie dhe myk për shkak të kushteve të lagështa ku ato ruhen. Sfungjeri i trupit nuk duhet të përdoret më gjatë se një muaj dhe pastaj të zhvendësohet me një të ri. Mbajtja e këtij sfungjeri për një kohë të gjatë mund të krijojë edhe probleme të lëkurës, ndaj sugjerohet ta ndryshoni vazhdimisht. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.